Zonën e qytetit të Shijakut. Aurora Marën e kemi përfshirë në komunitetin e gjerë të qytetarëve të Durrësit të ri, që kanë ardhur nga zonat veriore dhe verilindore kryesisht. Në listën e hapur të qarkut Durrës kemi 4 gra dhe 10 burra. Etleva Budini vjen nga një angazhim afatgjatë në strukturat e PS-s, gjithashtu ka qenë pjesë e Këshillit Bashkiak në mandatin 2019-2023. Aktualisht drejton forumin e gruas socialiste në qytetin e Durrësit dhe do të mbulojë zonën e Durrësit. Entela Hoxha është një mjeke, profesioniste stomatologe, që i bashkohet kandidimit në kategorinë e profesionistëve. Do të mbulojë zonën e Durrësit. Ani Dyrmishi është avokat, kryetari i Këshillit Bashkiak të Durrësit, drejtues dhe administrator i shumë institucioneve vendore, i angazhuar prej dekadash në Partinë Socialiste në zona të ndryshme me rezultate shumë të mira në zonat elektorale që kanë mbuluar, do të mbulojë politikisht zonën e Durrësit. Edvin Prençe është profesionist dhe sipërmarrës në qytetin e Durrësit në sektorin fason, është bërë pjesë e listës së kandidimit për qarkun e Durrësit nëpërmjet platformës Deputetit që duam. Edmond Rushi është një jurist i cili ka administruar institucione të rëndësishme gjatë karrierës së tij, kandidat dhe më herët për PS-n, kësaj here do të përfaqësojë listën e Durrësit. Jona Osmani, arkitekte urbaniste e re, pedagoge në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, i bashkohet kandidimit në qarkun e Durrësit nëpërmjet platformës Deputeti që duam, dhe këtu gjej rastin që të falenderoj gjithë ata djemë dhe vajza të cilat kanë pasur një energji shumë të madhe, duke kandiduar në platformën e Deputetit që duam dhe patjetër duke pasur dhe angazhimin në territor. Dua t'i garantoj që Partia Socialiste ka vend për energjinë e gjithëve tyre dhe jemi shumë entuziastë, do të bashkëpunojmë të rreth edhe më të ardhmen. Dorina Laçi, profesioniste në fushën e financës dhe ligjit, administratore në institucionet lokale, angazhuar në PS prej vitesh, aktualisht drejton forumin e gruas socialiste në Krujë, është kandidate që do të mbulojë politikisht Krujën. Indrit Gjoka, avokat, pedagog i UAMD-s, i angazhuar politikisht prej shumë vitesh në PS-n e Durrësit me rezultate shumë të mira në zonat që ka mbuluar. Erion Xhili është një sipërmarrës i ri, është përfshirë si pjesë e kandidimit për përfaqësimin e komunitetit të qytetarëve të ardhur kryesisht nga zonat veriore, do të mbulojë njësinë administrative Sukth dhe rrethinat e saj në qytetin e Durrësit. Gentian Hilla është një profesionist me eksperiencë prej 23 vitesh në radhët e policisë së shtetit, i cili hiq dorë nga detyra për të bashkuar në skuadrën e PS-s. Politikisht do të qëndrojë në zonën e Krujës. Për sa i takon deputetëve aktual, rikandidojnë për mandatin e ardhshëm sa më poshtë. Arkend Balla në Durrës, Alban Xhelili në Durrës, Erion Meka në Durrës dhe Ilir Ndraxhi në Shijak. Shumë faleminderit.